Në qytetin e Peqinit, lideri i opozitës Sali Berisha prezantoi kandidatët e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore dhe paraqiti programin elektoral që sipas tij sjell ndryshimin e shumëpritur për qytetarët. Ky program vendos të kthej parat qytetarëve shqiptar. Berisha premtoi pesëfishimin e subvencioneve për fermerët dhe ndihma direkte për çdo fidan apo kokë bakti. Ai akuzoi qeverinë për braktisje të bujqësisë dhe varfërim të qëllimshëm të fshatit shqiptar. Se para tyre janë vendosur mure pamundësie, para tyre është vendosur varfëria. Në sofër nuk ka më ushqim për të gjithë, nuk ka më punë për të gjithë, nuk ka më të ardhura. Dhe në këtë mënyrë të heshtur dhe haptas, prindrit u thonë fëmijëve të tyre: ndiq fatin rrugë të botës, bira apo bi, se këtu s'mjafton, këtu nuk jetohet më. Në fushën e shëndetësisë, Berisha denoncoi mungesën e ilaçeve dhe e quajti krim kundër njerëzimit, lënien e pacientëve pa trajtim. Kjo është një gjendje që ngjitet në nivelin e krimeve kundër njerëzimit, sepse të lësh tjetrin të vdes nga smundja në një kohë kur ilaçi është aty, po ti nuk e blen për t'ia dhënë. Ky është krim kundër njeriut, krim kundër njerëzimit. Kreu i Partisë Demokratike akuzoi qeverinë për korrupsion galopant, duke përmendur pasuritë e pakt deklaruara të kryeministrit dhe lidhjet e tij me oligarkinë. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milionë euro. Nuk justifikon dot kur sarajat e tij në Surrel. Në fund, Berisha i bëri thirrje qytetarëve të Peqinit dhe gjithë Shqipërisë të votojnë për ndryshimin më 11 maj.